Mirë se erdhët në lajmet e televizionit Tuskana, ndoqëm titujt, vazhdojmë tani me lajmet. Qytetarët e Kërçovës sot dolën për piknik, ata harruan për pak brengat e u kënaqën në një ditë me mot të mirë. Qytetarët sot harruan të gjitha brengat dhe ja mësyen për në piknik. Siç duket, një fjalë e urtë popullore thotë se edhe ne nuk kemi shtije për terma dhe koha e mirë që mbajti sot mblodhi një numër të madh të qytetarëve të Kërçovës me rrethinë në qendrën rekreative të Krushinës për t'i harruar për ca çaste brengat e varfërisë që i ka kapluar. Pati kampues të gjitha moshave, gjinive dhe etniteteve të ndryshme. Ditë e qelluar për piknik edhe pse është vlugu i të mbjellurave. Në vazhdim, ja se ç'na thanë disa prej tyre. Po ndëgjë, është një atmosferë vërtet e mrekullueshme për arsye se vitet tjera ne shqiptarët në përgjithësi nuk kemi pas kaq emocione. Tash ndoshta ka bëu dhe politikat veten se shqiptarët sidoqoftë kanë fituar një liri pak më tepër. Unë dëshiroj që në të ardhmen të jemi të barabartë në gjitha sferat e politikës dhe të jetës. Mirë, po megjithatë përsëri ka një ambient shumë të mrekullueshëm. Unë ju dëshiroj shqiptarëve në të ardhmen që kështu të jenë të bashkuar dhe jo vetëm në Kërçova, po gjitha trevat të vloj, se kjo është një ditë edhe kombëtare, kjo është një ditë edhe luftarake, kjo është një ditë që u lirua edhe Lipkova, domethënë një ditë për ne historike për shqiptarët. Domethënë, unë jam i kënaqur me atmosferën dhe dëshiroj të ardhmen që të keni sukses edhe në televizion, por edhe gjithë shqiptarët ka janë të jenë të lirë. Pra, unë të falenderojmë për këtë kohë që ndajtët për televizionin Tuskana. Faleminderit edhe ju që na ofruat këtë bisedë. Faleminderit. Ju faleminderit. Edhe bashkëpunëtoren e Uskanës, zonjushën Merita Sejdini. Dhe për fillim do e pyesim se si do ta përshkruaj atmosferën e kësaj dite të sotme. Faleminderit për intervistën. Dëshiroj që të përshëndes pari teleshikuesit e televizionit Tuskana. Çfarë mund të thuash? Mendoj kamera mund të kapi këtë atmosferë këtu, është shumë bukur dhe ka shumë njerëz, argëtim dhe kështu. Dhe a duhet që të festohet festa e 1 dhe 2 majit? Po shife, mendoj se neve duhet njeriu po të punon çdo ditë dhe nuk është mjaft. Dhe mendoj se nuk do të festohen këto festa për arsye se për neve shqiptarët nuk paraqesin ndonjë festë të madhe dhe mendoj se çdo ditë duhet të shfrytëzohet për punë për të ecur para. Good job.